Ky shtetas, ndërkohë që mbajnë në burgim për të ekstraduar në Itali për veprat penale të pjesëmarrjes në organizata kriminale dhe trafikim të lëndëve narkotike, është hetuar dhe gjykuar në Shqipëri për 2 vepra të tjera, mbajtje pa leje të armëve luftarake dhe prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike. Pra, është e qartë rrezikshmëria e lartë e këtij personi, si në territorin e Republikës së Shqipërisë, ashtu edhe jashtë saj. Prokuroria e Përgjithshme gjykon se në asnjë rast një person i të kërkuar nga autoritetet e huaja për një vepër me rrezikshmëri të tillë të lartë shoqërore, për më tepër të dënuar në Shqipëri për 2 vepra penale, nuk mund t'i pezullohet ekzekutimi i dënimit dhe të vendoset në provë. Krahas kërkesave drejtuar Këshillit Lart Drejtësisë dhe Ministrisë së Drejtësisë, organi i prokurorisë po vijon të ndjek procedurat ligjore të ankimit në gjykatën më të lartë për këto raste. Prokuroria e Përgjithshme shpreh bindjen për angazhimin maksimal të 2 institucioneve, nisur dhe nga përvoja e mëparshme. Vlen të përmendim impenjimin e Këshillit Lart Drejtësisë dhe Ministrisë së Drejtësisë pas kërkesës pak muaj më parë të Prokurorisë së Përgjithshme për vlerësimin e procedurave të ndjekura nga gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat Shoqëri Çopo. Pas kërkesës organit prokurorisë, dhe këtij gjyqtari ka nisur procedimi disiplinor. Në këtë kuadër, Prokuroria e Përgjithshme është e bindur në angazhimin e institucioneve të drejtësisë për vlerësimin e drejtë dhe korrekt të procedurave që ndiqen në vendimarrjet e gjyqtarëve.